Ikja Skënderbeut për në Lisës nuk u bë ashtu si kujtoi armiku. Përkundrazi, pasi u hoq shumë mijë hapa larg nga sytë e këtij, ai zbriti në disa vende, unë në kufi të mbretërisë së vet. Nga ku rrugë të shumta të shpinin për ta sulmuar armikun papritur. Atje, si nguli flamujt, ngriti çadrat, për atë ditë dhe qëndroi bashkë me ushtrinë, pothuaj gjerë në perëndim të diellit. Atëherë i la forcat atje dhe shkoi më në fund me shumë pak kalorës në disa male, prej nga qishte zor i hidhje vështrimin matit dhe ku duke mos i përshmuar ata që kishte dëgjuar nga i aratisur. Uri në përqafat e në përmajat hëroje me venedikas të zakonshëm, pasi u porositi më parë. E t'i mbanin drejt me këmbë dhe kur ta shikonin armikun, t'u jepnin të poshtë nga ajo anë që ai do të tërhiqej e do të zinte vend. Kjo ishte një shenjë që u caktua vetëm për ditën, sa për zjarre dhe për shenjat të tjera natën. Nuk u marrë ndonjë masë, por rojën në fjalë, veç duke qenë se prej saj pare e gjithë puna, u lanë ushtarët më të shquar dhe më besnik të gjithë ushtrisë, bashkë me ta, edhe Pejk Emanueli, ursa me mend, paqe dhe me zëmë. Pas këtyre masave, Skënderbeu u kthye në kamp, natën vonë, dhe pasi kaloi atje në qetësi pjesën më të madhe të saj, u ngrit me ushtrinë që s'ndihej fare dhe pa u endur shumë. Fshe në një lugin jo larg rojeve që zumë në gojë, për të mos luajtur këmbë që andej, para se të vendoste sipas shenjave që do të merrte nga Benedikët siç duhej bërë. Drita që sapo kishte dalë, e nxori pashën bashkë me gjithë ushtrinë e tij, jashtë nga kampi, me që dëshironte të futej para vapës së mesditës në biset më të brendshme të matë. Ku merret vesh se kish mbetur diçka për plazh dhe se frika ishte më e vogël dhe mos fsharja më e madhe, u nisën dhe vazhduan pa ndaluar kundër rrugën. Dhe në kohën kur bari ishte ende i lagur nga vesa mëngjesore, fushat e përmendura dikur për gjakun romak dhe tokat e përlyera e etur tani për gjak të ri, u shkel nga këmba mizore. Dhe që ajo ngjarje kaq e madhe të mos shkonte, siç ndodh zakonisht pa ndonjë shenjë paralajmëri. Shumë pohojnë se një flamurtar, bashkë me flamurën e vet, përplas përdhe nga kali, i cili ndjeshi mbi një mur gërmadhe, nga ata që janë të shumt, ndër ne dhe që ndajnë kufirët e pronave, dhe si shokët e ngriten me duar, dhe e vunë përsëri mbi kal, gati të vdekur. Megjithë këtë, shumë pak rëndësi i dhan atij kësaj ngjarjeje, dhe u marrë vetëm si një shenjë që të tjerët të udhtonin më me kujdes e të largoheshin atij.